të zbuz gjuhën me ndërkombëtarët? Sepse kishim një mandat strikt ku Donika Gërvalla ishte ministre jashtme, Besnik Bislimi që ishte me gjuhën kategorikisht jo, të themi, jo diplomatike shpesh në raport me Serbinë, derisa Kurti që me Xhelali dhe me tjerë bënd të aksionet në veri dhe a është ky sinjali I parë që Glauko Njuca në krye diplomacisë tash është përpjekje për të relaksu? Jo vetëm ministri I punëve të jashtme, po është edhe zëvendëskryministri I parë. Kjo tregon që po, ka fillu me u zbut në këtë aspekte me ndërkombëtarët, nëse ndëgjon atë çka tha dje në Kuvend, si lloj elogjeje që e thuri, në një farë mënyrë do që fjalori I tij ka ra. Dhe kjo me gjos e ka kuptuar që ka vështirë me qeverisë, siç ka qeverisë mandatin e kaluar, gjithmonë të konfrontuar me ndërkombëtarët, është shumë problem. Dhe me gjos tash kjo ka reflektuar dhe nuk ka më ekzistuar. Sa I përket zëvendëskryministit, që përmendet Besnik Bislimi, e marrën mend këtu në studio që kemi thonë që Albin Kurti, në secilin qeveri, zëvendëskryministin e parë ka një përdërimsh. Nëse hin në qeverinë Kurti ne ka pas Haki Abbasin. Edhe I dytë është. Plus do ta shohim ku angazhohet Besnik Bislimi. Zëvendëskryministri ka qenë Haki Abbasi. Edhe në qeverinë Kurti 2 s'ka ekzistuar hiç brenda në kabinet. E ki po Besnik Bislimin e ka marrë një përdërimsh, tash nuk e ki kërkuar në kabinet. Shpresoj që mos I ndodhë një gjëra dhe Glauko Njucës, sepse kështu mund të jetë. Se përdoa që do të ketë edhe një qeveri Kurti 3. Po, jo, për 3 tash po flasim, se 3 është kjo. Ti për 4 shumë po flas. Shiko, e para, sa I përket numrave. Unë asnjëherë nuk mund të pajtohem që nivel I vogël ka me pas nevojë për shumë ministra dhe me shumë dikastere. Shikoni që ka bu Albini, kur ka ardhur qeveri ka përdorur